Mirëmëngjes të dashur vigjëreshë, do bëjmë një mesazh për ju nga letrat hebreje që dallojnë pak nga ato tarot, por që dua t'ju sjell risi të dashur. Dhe letra për ju apo mesazhi për ju është 8, quhet. Duhet të keni vetë kontroll për një situatë që mund të ndodhë apo do të ndodhë, të them ashtu. Është forcë, ju kërkohet një vetë kontroll. Forca e vërtet që qëndron në vetë kontroll, kur balancohet instikti me vedijen dhe shfaqet mençuria. 2 gjarprirët e shtyllës përfaqësojnë fuqinë e brendshme të juajën, që mund të shëroj, por të dashur vigjëresh, dhe të shkatroj, varësisht se si e kanalizon. Syri në mes fton zgjuarsi dhe vëzhgim të vetes para veprimit. Të kthehemi nga vetja dhe të analizojmë mirë. Pra, mos të reagoni me njëherë në çfarëdo lloj situate të gjendeni, çfarëdo lloj gjeje të kuptoni, vëzhgo, ndjej dhe kupto. Fuqia, absolutisht, mençuria dhe gjitha këto vijnë nga balanca. Të jemi të vetë kontrolluar, që të mund të dashur të them që të mund të shëroj dhe absolutisht mos të shkatroj.